Mbledhja e parë pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve në ligjin për Këshillin Prokurorial nuk ka shkuar mirë. Kryesuesi njëherësh kryeprokurori Agron Çalaj ka shpërfillur kërkesat e 3 prej 5 anëtarëve për ta bërë pikë të parë të rendit të ditës certifikimin e Elza Bajrami Kastratit si anëtare të KPK-s. Kundërshtinë e bëri me arsyetimin se ligji jep diskrecion në udhëheqjen e mbledhjeve të Këshillit. Përderisa Këshilli ende nuk ka marrë një vendim formal ligjor në lidhje me certifikimin e saj, përderisa gjykata administrative është duke trajtuar këtë çështje, ju doni të filloni procesin e zgjedhjes kryesuesit, duke ja pamundsuar pjesëmarrjen në këtë proces zonës Bajrami, e cila ka fituar të drejtën për të qenë anëtare e Këshillit. Renditja e pikave të rendit të ditës nuk është çështje preference, por çështje natyre procedurale. Çështja e certifikimit që ju e propozoni nuk lidhet me funksionalizimin fillestar të Këshillit dhe është objekt të rrethonash procedurale dhe gjyqësore aktive. Për këtë arsye, ajo nuk mund të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Ky është vlerësim procedural, institucional dhe jo vlerësim politik apo personal. Shumica e anëtarëve të pranishëm 3 nga 5 votuan pro propozimit që si pikë e parë e rendit të ditës të futej certifikimi i Bajrami Kastratit. Ajo nuk u certifikua vitin e shkuar në përbërjen e vjetër të KPK-s. E të martën kryeprokurori Çalaj tha se 3 nga 5 anëtarët prezent nuk e përbëjnë shumicën në KPK. Propozimi si i tillë, bazuar në nenin 13 tek vendimmarrja, për këtë çështje kemi quorum, domethënë ishin 5 ditë, dhe shumica e thjeshtë kërkohet, paragrafi 2, vendimet e Këshillit merren me shumicë të thjeshtë votash të gjithë anëtarëve të Këshillit. Këshilli Prokurorial ka 7 anëtarë. Shumica e thjeshtë e votave është 4. Andaj, mbi bazën e kësaj, propozimi nuk ka lënë. Përbërja e re e KPK-s ligjërisht ka 7 anëtar. Për krah kryeprokurorit ishte prokurori special Milot Krasniqi, derisa anëtarët Arjan Gashi, Visar Krasniqi dhe Dardan Vuniqi ishin kundër. Elza Bajrami Kastrati ka fituar zgjedhjet në konferencën e përgjithshme të prokurorëve, por certifikimi i saj u pamundsua vitin e shkuar nga disa anëtarë të Këshillit. Ajo ka ankesë aktive në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila e ka aprovuar kërkesën për matë të përkohshme, por ende nuk ka vendosur mbi substancën e saj.